sot ne rikthehemi në këtë stacion për 4 vitet e ardhshme, duke e pasur vërtet kokën lart për atë që bëm në këtë mandat që po mbyllet, duke filluar pikërisht nga familjet që u goditën prej atij tërmeti shkatrimtar, edhe që mbetën brenda pak sekondash në qell të hapur, por mbi të gjitha të goditur shumë fort në shpresën se mund të riktheheshin më në një shtëpi, pasi shumica e atyre familje që goditën nga tërmeti ishin familje më pak të forta dhe më shumë të varfra. Dhe sot ne faktikisht kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara, kështu që lart në Krujë këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Ne arrim në një total prej mbi 1100 shtëpish të reja, më të bukura, më të forta, dhe mbi të gjitha falas për të gjitha ato familje, të cilat sot janë pronarë legjitime të atyre shtëpive dhe nuk i kanë asnjë detyrim askujt dhe aq më pak shtetit. Nga ana tjetër, fatkeqësia nuk ishte e mundur të ndalej prej nesh, por ajo që bëm ne për fëmijët e kësaj zone, duke ju dhënë mbrapsht 17 shkolla që janë të standardeve më të larta europiane, është vërtet diçka që na bën krenar në raport me prindrit e gjithë atyre fëmijëve, na bën krenar për Partinë Socialiste, na bën krenar për Bashkinë, që siç e tha edhe Ani, ka bërë një punë të vështirë, ka qenë një nga pikat më të vështira të rindërtimit Kryja Lart, për shkak të terrenit, për shkak të çështjeve të pronësisë, por Arturi, si gjithmonë, ja ka dalë të gjejë zgjidhjet e duhura. Nga ana tjetër, dhe do ta mbyll këtë pjesë, ne më në fund jemi në kushtet kur mund ta vëm dhe kemi vënë në planin ton atë ëndrrën e vjetër të gjithë Krujës për të pasur një rrugë të drejtë për drejtë lidhje me Tiranën. Dhe nëse keni ndjekur prezantimin e bërë në programin e infrastrukturës, tani më rruga e drejtë për drejtë është pjesë e programit ton. Ashtu si kundër nuk ka nevojë për të qenë në ndonjë program afatgjat, sepse edhe rrugën lidhëse mes Fushkrujës dhe Krujës, ku tani më ka shumë më tepër qarkullim, se siç foli më parë drejtuesja politike e qarkut, ka shumë më tepër turist, ka shumë më tepër lëvizje, do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme.